Ushtarët amerikanë të caktuar në komandën rajonale lindje të misionit të udhëhequr nga NATO dhe KFOR kanë realizuar një trajnim dyditor në bashkëpunim me Departamentin e Zjarfikësve të kampit Bonsteel dhe shoqatën në kërkimin e shpëtimit të Kosovës. Aktiviteti trajnues kishte si qëllim përmirësimin e aftësive për menaxhimin e situatave emergjente, përfshirë shuarjen e zjarreve dhe ndihmën e parë, duke fokusuar në përgatitjen e përbashkët për përballimin e çdo skenari të mundshëm. Nëpërmjet një njoftimi në Facebook, përfaqësues të KFOR-it theksuan se ky trajnim është pjesë e një misioni të përditshëm për të mbështetur të gjitha komunitetet në Kosovë, me qëllim garantime në një ambient të sigurt dhe të qëndrueshëm për qytetarët. Për 8 herë u tentua konstituimi i Kuvendit të Kosovës, pas disa dështimeve rradhazi, ku opozita po kundërshton kandidatën e lëvizjes vetëvendosje, Albulena Haxhiu, për postën e kryetares së Kuvendit. As lëvizja vetëvendosje as partitë e radhitura pas saj në zgjedhjet e 9 shkurtit nuk kanë lëvizur nga qëndrimet e tyre të kundërta me njëra tjetrën, ndërsa një marrëveshje politike është përmendur vetëm sa për formalitet. Edhe pas 8 tentimesh, lëvizja vetëvendosje nuk ka arritur që të sigurojë shumicën në mënyrë që e propozuara nga ana e tyre, por kryeparlamentaren Albulena Haxhiu të zgjidhet në këtë pozitë dhe në këtë mënyrë t'i hapet rrugë formimit të qeverisë së re. Në përjashtim të erës së fundit, Haxhiu në të 7 tentimet mori vetëm 57 vota nga gjithsej 61 që i duhen. E ndodhur përballë kësaj situate, kryetari i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti i ka ftuar një takim liderët e 2 prej partive më të mëdha parlamentare, Memlik Krasniqin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lumir Abdyxhikun e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Deri më tani LDK-ja ka refuzuar menjëherë ftesën e Kurtit, kurse nga PDK-ja ende nuk ka një qëndrim sa i përket ftesës. Përnjohësi i çështjeve për integrim evropian, Mirsad Voca ka vlerësuar se situata aktuale e ngërçit në Kuvendin e Kosovës është reflektim e një krize më të thellë politike dhe institucionale e cila po i kushton vendit në aspektin e funksionimit të shtetit dhe perceptimit ndërkombëtar. Kjo situatë nuk është vetëm një krize përkohshme procedurale, është një pasqyrë e thellë e mungesës së pjekurisë politike në menaxhimin e dallimeve në skenën e Kosovës, tha Voca. Serbia vazhdon të strehojë dhe të mbrojë Milan Radojčićin, pavarësisht krimeve të rënda për të cilët ai dyshohet, nga ato gjatë luftës në Kosovë më 1998 dhe 1999, deri te sulmi terrorist në Banjsk në shtatorin e vitit 2023. Kështu ka deklaruar sot eksperti i sigurisë Drizan Shala, duke nënvizuar se Serbia, në drejtimin e Aleksandar Vučićit, ka kthyer vendin në një stret të sigurt për kriminalët e luftës. Institucionet e Republikës së Kosovës kanë bërë dhe vazhdojnë të bëjnë punën e tyre për të identifikuar dhe ndjekur penalisht autorët e krimeve të luftës. Në Radojčići tashmë ka një akt akuz të ngritur dhe një fletarrest ndërkombëtar, tha Shala. Megjithatë, sfida mbetet e madhe, pasi sipas tij Serbia refuzon ta dorëzojë Radojčićin. Milan Radojčić është i strehuar në Serbi dhe kjo faktikon qartë që Beogradi nuk është vetëm streh për kriminalët e luftës, por edhe partneri i tyre. Bashkëjetesa e tij e hapur me presidentin Vučić dëshmon se Serbia si dikur në vitin 1998 dhe 1999 edhe sot vazhdon të punojë kundër rendit kushtetues të Kosovës, duke mbështetur grupe të ndryshme kriminale, thekson ai.